Duket e vështirë në fakt të gjithë shërbimi zjarfikësit i qytetit e Elbasanit, ndihmuar edhe nga zjarfikëset e qarkut e Elbasanit, edhe nga Tirana, Berati dhe disa qarqe të tjera kanë ardhur në ndihmë të zjarfikëses së Elbasanit për të vënë nën kontroll zjarrin i cili ka rënë në pikën e grumbullimit të mbetjeve në periferi të qytetit e Elbasanit, një zjarr i për masave të mëdha duhet theksuar, i cili u hap në momente në një shpejtësi për shkak të erës dhe temperaturave të jetë larta të cilët kanë përfshirë ditën e sotme në qytetin e Elbasanit. Vlen theksohet që ky është zjarri i tretë brenda ditës në qytetin e Elbasanit dhe forca zjarfikëse tashmë janë duke punuar për të vënë nën kontroll të gjithë zjarrin, ashtu siç mund të duket edhe pas krave të mi, jo vetëm zjarfikësi e Elbasanit, por ndihmuar edhe nga vullnetar dhe Ministria e Mbrojtjes kanë bërritur në landfillin e Elbasanit në fushën e mbetjeve, e cila vlen theksohet se mban mbetjet e të 7 bashkive në qarkun e Elbasanit. Është një zjarr tejet i madh për shkak të gjithë grumbullimit të mbetjeve që ka ky landfill në qytetin e Elbasanit. Ende nuk dihet se kush është shkaku i kësaj vatre zjarri, megjithatë ajo që dihet me saktësi është fakti që era e fortë dhe terreni mjaft i vështirë po e bën edhe më të vështirë punën e vullnetarëve, por edhe të zjarfikësve për ta vënë në kontroll situatën.